Pas shumë muajve ku puna ishte ndërprerë totalisht për sa i përket Vlorës, projekti i Qendrës Kombëtare të Monitorimit të Trafikut të Autoritetit Kombëtar Shqiptar dhe Ministrisë së Linjës ka prekur edhe qytetin e Vlorës. Në rrethrotullimin e hyrjes të qytetit, por dhe në aksin që lidh Transballkaniken me autostradën, ka përfunduar vendosja e kamerave 360 gradë. Hyrja e qytetit të Vlorës do të monitorohet edhe nga Qendra Kombëtare e Monitorimit, si dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar. Në Vlorë ka nisur tashmë edhe të zbatohet projekti Autostrada të Sigurta, i cili prej disa muajsh ka qenë totalisht në gjumë në qytetin bregdetar. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, pas shpërthime në hyrje të qytetit të Vlorës janë vendosur edhe kamera 360 gradë, të cilat do të monitorojnë trafikun rrugor në hyrjen e qytetit të Vlorës. Këto kamerat, të cilat janë vendosur në ditën në vijim, do të instalohen edhe me sistemin kombëtar të Qendrës së Monitorimit të Trafikut në kryeqytet. Qëllimi i vendosjes së tyre është rritja e parametrave të sigurisë rrugore. Parashikohet të jenë ndihmëse edhe për zbardhjen e aksidenteve, zbardhjen e ngjarjeve kriminale, por dhe monitorimin e trafikut. Për sa i përket projektit, autostradat sigurta në Vlorë kanë mbetur pa vendosur ekranet LED, të cilat krahas tregimit të shpejtësisë së lejuar do të kenë edhe një thirrje për drejtuesit për të patur më shumë kujdes. Vendosja e kamerave të sigurisë i jep dritënjeshile vijimit të fazës së dytë të këtij projekti në Vlorë, ku shpresohet se deri në nisjen e sezonit veror gjithçka do të ketë përfunduar, me vendosjen e kamerave përgjatë gjithë autostradës nga Vlora në Tiranë, por edhe më tej.